Pra, këtë premtim e kishte vetëm Hashimthaçi në duar, që në qoftë se unë shkruaj dhe serbët nuk në shkruaj, atëherë Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të fillojnë fushatën ajrore, do fillojnë bombardimet kundër Serbisë. Askush nuk e kishte këtë premtim në duart e veta përveç Hashimthaçit. Pikpamja e Zotit Thaçi, ose qëndrimi i Zotit Thaçi, pati e përsi mbi atë të Zotit Demaçi. A pajtojnë me mua lidhur me këtë? Përgjigje, po, por dua të bëj një shtjellim, dua të bëj një sqarim këtu. Hashimthaçi kishte diçka që Adem Demaçi nuk e kishte, që ishte premtimi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga ushtria ushtarake, nga Perëndimi, nga bota, nga NATO-ja. Pra, këtë premtim e kishte vetëm Hashimthaçi në duar, që në qoftë se unë shkruaj dhe serbët nuk në shkruaj, atëherë Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të fillojnë fushatën ajrore, do fillojnë bombardimet kundër Serbisë. Askush nuk e kishte këtë premtim në duart e veta përveç Hashimthaçit. Bota e dinte këtë gjë, ishte e bërë e qartë përmes artikujve publik. Ne kishim bërë këtë angazhim të qartë, ja kishim thënë vetë drejt për drejt, unë vetë kam thënë me gojën time, po ashtu Madeleine Albright, po ashtu edhe Wesley Clark, kështu që ta kesh këtë lloj informacioni në një situatë të tillë opake e të paqartë, e bënte Zotin Thaçi me pikpamjet e veta shumë të forta. Pikpamjet e tij pra bëshën shumë të forta, pavarësisht nga fakti që UÇK-ja kishte strukturë ushtarake apo jo. Askush tjetër nuk e kishte atë premtim në dorë përveç tij, dhe kjo i jep atij fuqi, sipas meje të paktën. Pyetje. Na keni thënë në mënyrë të përsëritur që ty të kanë thënë që ka pasur tensione brenda UÇK-s, hezitime në disa shtabe për të nënshkruar marrëveshjen. Dhe kjo shpjegon edhe periudhën midis marrëveshjes së përkohshme dhe marrëveshjes së përfundimtare, ku Zoti Thaçi ju ka thënë që do mundoj që të vinte personat përkatës. A e kam kuptuar siç duhet, dëshmitar? Përgjigje, po, shumë saktë. Pyetje. E keni përsëritur disa herë, por duhet ta them edhe një herë tani që Zoti Thaçi ju ka dhënë garanci që kur të bëheshin këto konsultime, pra kur të konsultohej me liderët e UÇK-s, atëherë ai do të kishte mundësi që të nënshkruante. Përgjigje, mendoj që janë bërë përpjekje në mirë besim, megjithatë garanci mbas është edhe fjalë me vend. Pyetje. Po ashtu ai angazhuar që të tejkalonte pengesat që mund të kishin ekzistuar në atë kohë në mënyrë të tillë që të kishte mundësi të nënshkruante marrëveshjen, apo jo dëshmitar? Përgjigje po.